Kam profesor Nejmettin Spahiun për të komentuar gjithë zhvillime. Profesor, faleminderit që u bashkuat. Ju kërkojmë ndjesë, ju kemi lënë pak pas dore Kosovën këto ditë, por kemi pasur dhe kemi ende hallet tona për zgjedhjet. Nëse keni një koment për zgjedhjen në Shqipëri, jeni i lirë ta bëni. Jo, por gjithsesi, domethënë kur një njeri fiton mandatin e 4, nuk është një diçka shëndetshme për demokracinë në një vend. Diçka nuk është në rregull me shoqërinë aty, nuk është duke funksionuar pastaj diçka. E çfarë, po mendoj mbetet është një analizë pak më gjerë, pastaj që duhet të bëhet, por shikoni vendet normale të rrolla janë, domethënë vendet ku një njeri zgjedhet për 4 herë kryeminist, ose do të jetë një vend ku suksesi është i jashtëzakonshëm. Si që Gjermania, do thoni jo, sepse Rama këtë model merr, Angela Merkel, pra rasti Gjermanisë. Ose Malajzia, domethënë në kohën e Muhamet Mahadirit, që kishte një sukses briljant, ose është një dështim i demokracisë. Dhe ku jemi ne? Secila është në pyetje. Se edhe ju jeni shteta shqiptare, keni pasaportën shqiptare, kështu që mund ta bëni komentin. Besoj që jemi në fund të pusit. Nuk është tregojnë të gjithë parametrat tjerë. Ku është vetëm Kosova është më keq se Shqipëria në Evropë. Mund të jetë edhe aty konkurrencë Moldavia, por treguesit e gjithë mbashëm, domethënë në çdo aspekt tregojnë se ku jemi. Tash nuk mund të themi që një vend, domethënë i cili ka ta tregues negativ që tregojnë vendin e parafundit në Evropë, e suksesi të jetë i Gjermanisë ose i Malajzisë. Kështu që kjo nuk e si them, nuk e mbështet atë se ka pasur një qeverisje të suksesshme, prandaj është zgjedhje për një mandat të 4. Profesor, faleminderit për komentin. Ndërkohë, dalim pa të zhvillime në Kosovë, çfarë duhet presim nesër? Ose më saktë, çfarë prisni ju të ndodh nesër? Jo diçka e jashtëzakonshme. Domethënë, vetëm në qëndrimet e partive politike i kemi të qarta edhe tani. Edhe pa u tubuar, pa u bërë të gjithë së bashku të presidentja. Në anën tjetër, presidentja do të mund të kërcënonte me thjesht me shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme edhe me një shpërndarje të parlamentit e cili edhe ashtu nuk është konstituar, nuk mund të shpërndahet një parlament i cili nuk është konstituar, por me të rishpallë të zgjedhje të reja, ndoshta kështu mund të lëvizte ndonjë mekanizëm, por shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme me kushtetutën me ligj të Kosovës mund të bëhet vetëm në dakordancë me kryeministrin. Kryeministri tani është në detyrë, ka një hapësirë shumë të madhe të interpretimit të situatës kushtetuese, edhe prandaj është të vështirë edhe që të dilet nga ky ngërç. Vetëm me fjalë e me lutje, unë nuk besoj që kjo do të ketë ndonjë efekt. Domthonë me faktin se po rrezikon interesat kombëtare të Kosovës, se duhet të bëjmë diçka, këtë po e dim të gjithë. Por kush do duhet ai që do të lëviz, kush do duhet të jetë ai që do të lëshoj pe, kjo është pastaj një gjë krejt tjetër. Pra nuk shihni një zgjedhje nesër, profesor. Jo, zgjedhja është në dorën e Albin Kurtit, por është kryenësia e tij e cila në fakt nuk e ul hundën, nuk e ul pazarin, edhe prandaj po zgjedh një situatë e cila është kryesisht shkon në dëm të tij. Ai ka mundësinë që ta propozojë Limajin për kryetar parlamenti, dhe automatikisht i ka 60 vota, pastaj ka mundësinë për oferta më gjeneroze për deputetët të cilët e tyre minoriteteve që nuk ja kanë premtuar votën, ka edhe një votë
premtuar nga një deputete e LDK-s në fakt. Edhe PDK-ja është shprehur të paktën, edhe Haradinaj ndoshta jo për Limajin, por edhe PDK-ja është shprehur që mund të, nëse ndryshon kandidati Albulin Axhiu, mund të kemi mbështetje. Nuk është problemi të kandidati, problemi është kë numrat për qeveri. Sepse në momentin që ai do të kishte 61 numra, atëherë zgjodh edhe probleme në parlamentit edhe qeverisë. Por ai për shembull, babai i deputetës ka kërkuar që Albin Kurti të shkojë të vizitojë në kullën e tij, atje në Laush të Skënderajt. Këtë kusht diniteti i ka vënë që të mënyrë që t'jap votën, sepse ai në një postim të tij ka lavdruar një kundërshtarën e vet politik tjerë dhe tash ai kërkon në mënyrë që të kërkoj falje për këtë, që t'ja jap votën. Por Albin Kurti nuk e bën. Nuk e ul hundën për këtë, edhe pse është interes i tij personal, edhe pse është interes i Kosovës që të krijohet qeveria. Që ka dhe zgjidhje tjera të cilët do të mund t'i bënte, por thjesht ai qëndron në këtë nivel dhe as nuk e ul pazarin, as nuk e ul hundën dhe prap do më qëndron këtu ku është, edhe pse në të dyja rastet do të ishte interesi i tij. Okej, vetëm duke parë gjithë situatë, pra profesor, ju thonin që gjithçka është ndodhur Albin Kurti, takimi nesër nuk besoj se do shërbejë në diçka, çfarë parashikoni të ndodh pas nesër? Pra pas përfundimit mandatit, çfarë do ndodh? Si do vijojë kjo histori, sepse nuk besoj se do ketë më vlerë thuhet nga Albin Kurti, pra nuk e di çfarë mund të gjë, çfarë pretendimi mund të gjejë Albin Kurti. Po do duhet që ndonjë nga palët të sheh se ta diktoj humbjen. Në fakt, këtu po humbet autoriteti i klasës politike në përgjithësi, por në veçanti autoriteti i vendosjes. Edhe sa më shumë e zgjat, në fund kjo nuk mund të shkojnë në pafundësi. Një ditë do duhen të bëhen zgjedhjet e reja dhe në zgjedhje sa më shumë që zgjatet kjo, humbja do të jetë më e madhe. Kështu që deri në moment kjo do të zgjat deri në moment kur do ta kuptojnë faktorët politik në radhë parë Albin Kurti, por edhe të tjerë deri kur dikush do të lëshoj pe. Tani krejt kjo është lojë nervash në kuptimin që deri në cilin moment kush po dorëzohet i pari. Dhe për ju kush dorëzohet i pari? Vështirë me parashiku, nuk do të shosha në një parashikim të tillë. Po nga ana Vjosa Osmanit, çfarë pret nesër, profesor? Pra si e pret qëndrimin e Vjosa Osmanit? E di që nuk ka shumë çka në dorë, por si do doja ti të ishte Vjosa Osmani, të sillej nesër Vjosa Osmani? Po të isha në vendin e saj do të kërcënoja me shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme. Çfarë sjell kjo për ta kuptuar për gjithë ata? Çfarë efekti ka gjendja e jashtëzakonshme? Po gjendja e jashtëzakonshme do të thotë në përdorimi i disa mekanizmave të tjerë, të cilët ndoshta nuk janë paraparë në kushtetutën e Kosovës në mënyrë që të zgjidhet këngërsh, që të shpallën zgjedhje të reja, të invalidohen të zgjedhje, ose çfarë do që do të mund ta bënte presidentja në një rast të tillë. Natyrisht për një gjë të tillë do duhet të kishte në rastin e Kosovës edhe një mbështetje ndërkombëtare. Që nuk po vjen, asnjë reagim nuk po vjen nga ndërkombëtarët apo jo? Jo, tani veç kanë filluar të vinë, për shkakun se deri më tani shtetet mike të Kosovës kanë qëndruar të paandshme dhe të paangazhuara në kuptimin mos të interferojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve, në zgjidhjen e institucioneve të Kosovës dhe qeverisë, në kuptimin që tani Kosova ka bërë 17 vjet pavarësi, duhet të lejojmë që klasa politike edhe të gabojë, por që në fund të maturohet, të piqet, madje edhe vetë shoqëria kosovare, do thotë të shkojmë tutje, por në fund e pamë që sa herë na japin mundësinë që ne
ta kalojnë provimin, ne vazhdimisht mbijem në provim dhe ata detyrohen që të na kapin nga krau. Kështu që ambasadorët e Kuintit tani dje ose pardje ishin tek kryeministri Kurti dhe insistuan që sa më shpejt të krijohen institucionet, sa më shpejt të ecet përpara, sepse ka shumë gjëra që presin, ka marrëveshje ndërkombëtare të cilat duhet marrin zotimin e Parlamentit të Kosovës, ka gjëra të cilat Kosova përfiton ose humb në rast se nuk i bën këto më shpejt, e tjera. Të gjitha këto e bën që aleatët e Kosovës tani të ndërhyjnë edhe të angazhohen më shumë në zgjidhjen e këtij ngërçi. Por kjo nuk është e mirë për Kosovën. Kjo tregon se ne akoma nuk jemi maturuar sa duhet si klasë politike dhe si shoqëri. Profesor, dhe në fund, duhet pyes pak, ju kam pyetur edhe herët e kaluara, efekte tek jeta e qytetarëve kjo situatë, kjo krizë? Ka po ndihen apo jo? Ka diçka që ndihet drejt për drejt? Ndihet shtrejtimet, domethënë që ndodhin dita me ditë dhe fakti që në Kosovë domethënë shumë marrëveshje ndërkombëtare nuk që kanë të bëjnë me përfitime monetare për Kosovën, nuk po futen në Kosovë për shkak të mungesës natyrisht të qeverisë dhe të parlamentit e tjerë. Dhe kjo afekton çdo ditë nga pak. Ndoshta nuk hetohet, por e bren sikur miza hekurin, si themi nga pak. Dhe kjo është tani tashmë veç evidente në Kosovë. E kuptoj, profesor, por reagime e qytetarësh, shoqëria civile, thirrje gjëra, ka të tilla për drejtuar politikës, tubime, mbështetje, mesazhe drejtuar politikës për gjithë njësitë nga qytetarët e shoqëria civile, apo asgjë? Jo, asgjë, por prandaj këtu nuk është vetëm dështimi i klasës politike, është dështimi i shoqërisë. Kuptoj, domethënë, por nuk është e vështirë për një qytetar ose një intelektual në Shqipëri për të kuptuar që në Kosovë. Vetëm le të mendoj një Shqipëri 2.0, domethënë një Shqipëri kopje, po që është pak më zbet, domethënë një që është më keq. Ndoshta nuk i ka disa defekte të cilat i ka shoqëria shqiptare, por i ka disa defekte akoma më të mëdha, disa të tjera, por gjithsesi është një kopje e zbret, dhe është e lehtë për të kuptuar, domethënë reagimin, mungesën e shoqërisë civile, mungesën e një, si të them, reagimi intelektual. Nuk është që në Kosovë dhe në Shqipëri nuk ka intelektual, por problemi është që nuk ka një konsensus rreth autoritetit të intelektualëve. Për shembull, nuk mund të gjesh domethënë përpara Kosova këtë ka pasur në kohën e autonomisë e ka pasur. Për shembull, nuk ka pasur dikush që ka kontestuar rolin e Sadmekulit, për shembull, si intelektual numër 1 në Kosovë. Ka qenë edhe kryetari i parë i Akademisë së Shkencave të Kosovës. Ndërsa sot, për shembull, çdo njeriu, domethënë, po të përmendësh emrin se ky është një intelektual, duhet të dëgjojmë më shumë dëgjon zëra kundër se sa pro. Kështu që nuk ka një konsensus, domethënë, për një respekt për autoritete intelektuale në Kosovë. Shoqëria është e hutuar në këtë, nuk e ka ndërthuar piramidën e vlerave në këtë drejtim. Pastaj edhe kjo është arsyeja pse edhe nuk ka një, si të them, vlerat morale, pastaj nuk janë të etabluara në shoqërinë tonë. Profesor Nejmedin Spahiu, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju. Të përshëndes dhe të uroj gjithë mirat. Ndërkohë